Autoriteti rrugor shqiptar që ka si mision organizimin, zhvillimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk i është përgjigjur kërkesave të bëra gjatë këtyre ditëve nga Bashkia e Himarës për të ndërhyrë me mjetet në rrugët që kanë shfaqur problematika, kryesisht nga shkarrja e dherrave, kryesisht në zonën nga Borshi në Sarand, përfshi edhe Lukovën në Nivicën. Shqetësimi është përcjell këtë të martë institucionit të prefektit të Qarkut nga sekretari i përgjithshëm i Bashkisë së Himarës, Pervin Gjikuria. Ai ka kërkuar që prefekti i Qarkut e Visallushi të komunikojë me autoritetin rrugor shqiptar me qëllim që ky institucion të jetë gati dhe në dispozicion në një kohë që i kërkohet ndihmë nga ndërhyrjet e ndryshme që mund të bëjnë në Bashkinë e Himarës. Këtë shprehja një problematikë që ne kemi hasur shumë ditë e fundit, përgjigje e ndërmarrjeve të cilat merren me mirëmbajtjen e rrugëve nacionale, ARSH-ja, ka qenë zero. Gjithë problemet që kemi hasur në aksin Lukov-Nivic, do të thënë nga pjesa e Borshit deri në Sarand, ku kemi pasur rrëshqitje, dherrash dhe bllokime, janë bërë totalisht me forcat e bashkisë. Dhe nuk ka pasur përgjigje nga ata në asnjë moment. Kërkojnë ndihmë të kjo pjesë, qoftë nga ARSH-ja, qoftë nga ju si prefektur, ju lutem ti komunikohet kjo gjë, pasi ato asete që përdoren aty mund të përdoren për problematika tjera të bashkisë. Dhe në fund ditës, prandaj dhe janë dhënë ato fonde, besoj. Gjikuria thekson se një pjesë e rrugëve kryesore në territorin e Bashkisë së Himarës janë të autoritetit rrugor shqiptar dhe jo të bashkisë. Sipas sekretarit të përgjithshëm, nëse ARSH nuk përgjigjet në momentin e duhur, Bashkia e Himarës do të shkojë deri në paralizimin e aktivitetit të saj. Një pjesë të madhe të rrugëve kryesore ne i kemi të ARSH-s nuk janë në pronë të bashkisë, kështu që nëse ata nuk do të përgjigjen në momentin e duhur, i bie që bashkia të paralizohet. Autoriteti rrugor shqiptar ka për detyrë që të ndryjë dhe të vinë në ndihmë bashkive në rast emergjence. Nuk dihet se përse Bashkisë së Himarës nuk është kthyer asnjë përgjigje në një kohë kur pjesa më e madhe e rrugëve në territorin e kësaj bashkie janë në pronësi dhe administrim të autoritetit dhe jo të vetë bashkisë. Nga ana tjetër, Bashkia e Himarës është futur në këto kushte në një vështirësi shumë të madhe dhe të imagjinosh që ishim në një kohë emergjence.